Pas aludimeve që qarkulluan së fundmi në rrjet për një lidhje të mundshme mes saj dhe Gjestit, Loredana ka reaguar për herë të parë publikisht, duke i mohuar kategorikisht këto zëra. Këngëtarja u shpreh se Gjestin e ka parë gjithmonë si një vëlla të vogël dhe se mes tyre nuk ka ekzistuar asnjëherë një raport romantik. Unë Gjestin gjithmonë e kam parë si një vëlla të vogël. A mund të krijohet lidhje me një person që e sheh si vëlla? Plus, unë kam shije të tjera për meshkuj, tha ajo. Loredana zbuloi gjithashtu se prej kohësh nuk kanë as kontakt apo komunikim me njëri tjetrin, duke shtuar se thashë themet nuk kanë as një bazë reale. Ajo komentoi edhe të fotot që qarkulluan në rrjetet sociale, ku të dy shiheshin në të njëjtin ambient. Sipas saj, prania e tyre në të njëjtin vend ka qenë krejt rastësore dhe nuk lidhet me ndonjë raport personal. Me këtë reagim, Loredana vendosi t'u jap fund spekulimeve, duke theksuar se mes saj dhe Gjestit ka vetëm njohje dhe respekt.